Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Parti deklaroi në një dalje për mediat nga kryesia e kuvendit se sot ka mbaruar afati që i ishte dhënë kuvendit për mbledhjen e këshillit të mandateve për çështjen Balluku. Ai tha se Balluku ka vjedhur 1.1 miliard euro, ndërsa shtoi se ajo po hetohet për 9 procedura. Rreth 1.1 miliard euro. Prandaj dhe ishte dhe është e domosdoshme që jo vetëm kërkesa e prokurisë të shqyrtohet me urgjencë, por kuvendi ta autorizoj menjëherë dhënien e lejes prokurisë për të kërkuar në gjykatë, sepse gjykata që vendos masa sigurimi, atë masë sigurimi që spari nuk pengon vijimin e hetimeve për çështjet që prokuria i ka në hetim, dhe s'dyti për të ndalur përsëritjen e krimeve gjatë kësaj periudhe nga e pandehura Belinda Balluku. Dashur qytetar, ju e kuptoni se pengimi i drejtësisë dhe mbrojtja e korrupsionit ka një kosto për xhepin e secilit prej jush. Çdo ditë që kalon dhe çdo ditë që nuk vendoset drejtësi për aktet korruptive qeverisjes së Edi Ramës, është një ditë ku secilit prej jush i vjedhe nga xhepi para nga qeveria, nga Edi Rama, nga Belinda Balluku dhe nga Belinda Ballukut e tjerë në qeverinë e Edi Ramës. Sigurisht që me përgjegjshmëri të plotë, ne 5 anëtarët e opozitës do të vijojmë të këmbgulim për shqyrtimin pa vonesa të kërkesës së prokurisë. Sot ka skaduar edhe afati 3 javë kohë që i dhanë të pandehurës Balluku, nuk ka më asnjë alibi për të mos thirrur mbledhjen e Këshillit Rregullores të Mandateve, dhe duke nisur nga dita e nesërme, çdo sekond vonesë nga thirrja e mbledhjes nënkupton shpërdorim detyre pra kryerjen e një krimi nga ana e kryetarit të kuvendit, i cili në kundërshtim me rregulloren ka vendosur të bëhet palë për të penguar drejtësinë. Dhe e përfundova dhe doja fjalën më njëherë. Dhe pas një diskutim që ne do të përgatisim me përgjegjshmëri të plotë edhe një kallëzim penal për shpërdorim detyre ndaj kryetarit të kuvendit. Ky dokument, që është ligj dhe çdo veprim i kryer në kundërshtim me rregulloren e kuvendit, ka pasoja ligjore. Kryetari i kuvendit nuk mund tallet me kuvendin. Kryetari i kuvendit nuk merr urdhra nga të korruptuari, do duhet zbatoj ligjin dhe t'i shërbej interesit publik. Kryetari i kuvendit nuk është ushtar i Belinda Ballukut, edhe pse ajo e ka ndihmuar që të jetë sot kryetari i kuvendit. Së është zgjedhja personale e Belinda Ballukut, Niko Peleshi, në krye të kuvendit të Shqipërisë. Po kjo nuk nënkupton që kryetari i kuvendit mund tallet me prokurinë e posaçme, që kryetari i kuvendit mund tallet me drejtësinë, që kryetari i kuvendit mund tallet me qytetarët që duan drejtësi dhe duan luftë ndaj korrupsionit. Është guxim i madh të marrësh në mbrojtje një të korruptuar që me dokumentat prokurisë të faktuara, nuk po lexoj këtu SMS-t, se mund t'ju a lexoj, një të korruptuar që ka abuzuar me 1.1 miliard euro. Dhe del pasaj kryeministri si klon dhe thot do takoj çdo biznesmen që unë dua. E mbani mend se ju e keni raportuar propagandën e tij që në 2022-shin dhe ndjek e qartë dhe që asnjë media nuk ja kujton, në 2022-shin a shitën si propagandë madhe që kishin miratuar një kod etike që ministrave nuk i lejohej të takonin biznesmen. Është në fuqia i kod etike. Po ku kapet me SMS Edi Rama që i thot shko takoje pak X-in edhe Y-in, edhe me qënë si kam premtuar unë jepi pak tenderin 15 milion euro të Porto Romanos, nuk ka problem. Shkelet ligji, shkelet kushtetuta, spytet për kod etike, dhe dele dhe thua që unë do takoj çdo biznesmen
se nuk pyes për njëri. Koha ku ti nuk pyesje për njëri, nuk pyesje për kushtetut, edhe nuk pyesje për ligj, ka ca kohë, ka ca muaj që ka perënduar dhe do shikosh që do pyesësh edhe për ligj, edhe për kushtetut, edhe për drejtësi, dhe do japësh llogari për çdo aferë korruptive që ke drejtuar personalisht. Një diskutim që do të rithrasim mbledhjen e Këshillit të mandateve për ditën e enjte ora 11 dhe s'dyti hapi tjetër, duke qenë se arsyeja për cilën, pra nëse zbardhet sot proces verbali, arsyeja për cilën kryetari i Kuvendit Niko Peleshi ka mbyllur pa caktuar datë mbledhjen, ishte sepse e ka dhe me shkrim, palët në Këshill nuk gjetën mirë kuptim, thot, për të caktuar një afat se sa do t'i jepnim Belinda Ballukut, pra do t'a hante brenda apo jashtë vitin e ri nga burgu, nuk gjetën konsensus deputetët e opozitës me ato të mazhorancës. Dhe duke qenë se e pandeura donte t'a hante Gjelin e Detit jashtë burgut, kërkoi 3 javë kohë. Ky 3 javor ka skaduar sot. Pra në afatin maksimal që kërkoi e pandeura dhe që detyroi Niko Peleshin të mbyllte pa datë mbledhjen e parë të Këshillit Mandateve, sot ka skaduar në afat